kur janë të falë njerëzit 4 recate, ajo që ka mas shumë t'i harrohet në këto recate është ulja në mes këtyne 2 recate. Kjo harrohet mas shumë ti. E kjo i ka ndodhe dhe Rasulit alayhi salam. E neve na ka ardhë e gatshme për me këshyrë se qysh me vepru në qofë se na ndodhë kjo. Do më thanë, në qofë se harron më ullë në ulljen e mesme, je të i falë 4 recate. Tash je në recatin e dytë në sejdë, kështu. Edhe thu, Subhan Rabbil A'la 3 herë. Tani, normal ti do të më qu tashti, Allahu Akbar, edhe më ullë me e thanë e të khajatin. Mirë po ti haran, qysh je në sejdë, kështu? Qohesh e në vend që më ullë me thanë e të khajatin, ti qohesh në kam. Do me thane ke harru komplet ulljen e mesme. Qka me vepru tash? Në qofë se je duke u ngrit, edhe hala nuk je drejtu mirë, edhe të kujtohet, atër ulesh. Me njerë ulesh edhe thuet e khajatin. Me njerë ulesh edhe vazhdan e të khajatin. Mirë po, në qofë se je drejtu në kam veç, e në veçanti edhe e ke fillu lezimin e elhamdulillahi rabbil alamin, atëre nuk kthejesh ma për mas. E ke harru, e len, e përmirëson në fond sala. Qysh me përmirësu në fond sala? Tham jetu e falë drejkën, i falë edhe 2 recate normal, krejt normal, si gjithë qysh i falë. Edhe të është i ulesh, tash po thona që jenë në recatin e 4, ulljen e mesme ke harru. Atëhere, qysh jenë në rekatin e 4, sejdja e parë, sejdja e dytë. Në sejdën e dytë kur je, qohesh, e kryen sejdën e dytë edhe thu, Allahu Akbar. Kjo i ka ndodhë Rasulit a.s. Qysh ka vepru Muhamedi a.s. Masi ka kry komplet 4 recate, u qupe sejdës të fundit, e ka thënë të khajatin, salavatët duan i thu krejt, tëni ka vepru Muhamedi a.s. kështu. Qysh u kanë, njerëzit kanë pritër si që po jep selam. Ama Muhamedi a.s. ka thënë Allahu Akbar, edhe u shkun sejdë. Edhe thu Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la. 3 herë. Allahu Akbar. Rabbi gufirli, Rabbi gufirli. Allahu Akbar. Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la. Allahu Akbar. Tash, pa thonë kur gja, në mes Allahu Akbar, jap selam. Ndjath edhe në të majtë. E qartë? Por fonë edhe njëherë. E ke harru ulljen e mesme. Qohesh në recatin e 3. Nëse të kujtohet duke u ngrit, atër ullesh. E thu ulljen e mesme, pastaj vazhdon normal. Po, je drejtu në kam. E në veçanti e ke fillu, elhamdulillahi rabbil alamin, atër nuk kthejesh ma. E vazhdan. I falë normal 4 recate. Kur i ke kry kejt 4 recate, edhe ke kryet e khajatin, i ke kry salavatet, i banë edhe 2 sejdë që i banëm, e që na kena folë për ta në njërë zgjerume, sejdët e harresës, edhe jep selam. Kjo sot ke veç në qofë se haran ulljen e mesme. E lusëm Allah në azvëgjel me kane qartë, këtë që falëm.